Irani të bëj gabim strategjik. E para, bëri që vëndet arabe të ndihen po aq të kërcënuara sa edhe Izraeli. Që do të thotë tashmë nuk kemi më kërcënim. Irani nuk është më kërcënim vetëm për Izraeli, por është edhe për vendet arabe. Në të njëjtën kohë, në qoftë se Irani do të bllokojë ngushticën e Ormuzit, atëherë do të jetë në një situatë akoma më të vështirë, sepse do të bëj bashkë të gjitha vendet e Gjirit, të cilët të eksportojnë naftë, të gjitha vendet që importojnë naftë, si dhe vendet e interesuara. Pra do të krijojë një koalicion më të madh në kërcënimin e tij. Por Irani e kishte të detyrueshme të bënte të gjithë të veprim për të vendosur deri në vend. Pa e vendosin deri në vend, pasi zoti Trump më njëherë doli dhe tha që ishte një sulm, ai ishi dobët sa për ne është pa llogarit. Deklarata e djeshme e presidentit Trump në fakt nuk bëi tjetër veçse në mënyrë ironike hodhi në erë të gjitha të propagandë të regjimit të Ayatollahëve për vendosjen e nderit, sepse në fakt ai e deklaroi që sulmi nuk ishte aq i fuqishëm, ata thanë 6 me 6, 6 herë na goditën, 6 herë u goditën, por nëse ata i goditën me bomba nga 13 ton, këta i goditën me raketa balistike me sasi të limituar eksplozivi. E para dhe e dyta, presidenti Trump deklaroi që Irani njoftoi Katarin përpara se të bëjë sulmi. Pra i do të godiste dhe jo vetëm Katari, por dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u njoftuan dhe njoftoi ambasadën e BE-s. Pra nga një farë mënyre, ajo ishte si një goditje për të qenë korrekt me politikat e brendshme, për të thënë që janë ne vepruan, por që në fakt ishte një veprim i cili nuk kishte asnjë efekt dhe mbas kësaj presidenti Trump kuptohet që bëri atë Twitterin për vendosjen e pushimit, por që me sa duket nuk do të kemi pushim. Unë mendoj që pushimi është i nevojshëm, mund të arrihet, pasi nuk kërkon sforca të mëdha, por palët duket janë kryqëzuar keq dhe në fakt nëse sot Irani në mëngjes nuk do të kishte goditur Izraelin, ndoshta mund të kishim një pushim. Por goditja Por duket se përballë kërcënimeve të ndryshme që vijnë nga kahet ndryshme të botës, në fakt tani NATO gjendet gjithnjë e më po themi të paktën e alarmuar për të rritur edhe shpenzimet sa i takon shpenzimeve ushtarake. 5% është ajo çfarë ka kërkuar zoti Trump, e me sa duket përveç Spanjës, vendet kanë pranuar edhe në këtë summit që zoti Trump merr pjesë për herë të parë menjëherë pas marrjes së mandatit të dytë. Sa e vështirë është për vendet, po sidomos për Shqipërinë, që të arrijë 5% të prodhimit të brendshëm bruto vetëm për shpenzime ushtarake? Është e vështirë, sepse në fakt e para duhet të kesh programe, të cilat jenë plotësisht në përputhje me strategjinë ushtarake dhe me strategjinë e mbrojtjes, për të rritur kapacitetet në atë drejtim të cilin e kërkon situata. E para, e dyta, deri më sot, në të paktën në vitet e fundit, ne kemi një dëmtim të programeve të mbrojtjes në Shqipëri. Kemi një mungesë eficience në shpenzimet financiare për shkak të korrupsionit të lartë në forcat e armatosura. Dhe si e tillë, kjo do të sjellë dhe mungesë kapacitetesh për shpenzimin e buxhetit që mund të rritë. Unë mund të jap vetëm një fakt. Vetëm për vitin 2023, Ministria e Mbrojtjes ka kthyer mbrapa në Ministrinë e Financave 48 milion euro. Dhe për vitin 2024, 46 milion euro, që përbëjnë gati 9% të buxhetit vjetor. Këto janë buxhete prokurimesh. Pse janë kthyer mbrapa? Sepse nuk ka qenë në gjendje të riprokuroj. Pra, nuk ka prokuruar do të 9% të buxhetit. Shto të thot, nëse Ministria e Mbrojtjes rrit buxhetin e mbrojtjes me 250%. Atëherë kjo do të thot që nuk do të jetë në gjendje të prokuroj. Pra, nuk do të jetë në gjendje të shpenzoj. Do të ndodhi njëjti fenomen
si që ne deklarojmë në fillim të vitit, buxheti i mbrojtjes është 2.1%, sepse në fakt kaq që është alokuar në fillim të vitit, kur bëhet buxheti, dhe kur vin fundi i vitit, buxheti real i mbrojtjes është 1.37. Për shkak të pamundësisë për ta shpenzuar atë. Dhe atëre ne mund të rrisim buxhetin në 5%, por problemi sa jemi në gjendje që të shpenzojmë këtë buxhet gjatë vitit. Kur ne nuk jemi në gjendje të shpenzojmë të shpenzojmë 2.1%, që kemi rekosh, si do t'i bëhet me 5%? Pra nuk është aq e thjeshtë, të premtosh është gjëja më e lehtë, të mbash fjalën është shumë e vështirë. Dhe në të njëjtën kohë duhet edhe një lloj transparence me NATO-n, duhet thënë në fund, unë kam alokuar 2.1%, por nuk kam mundur t'i shpenzoj. Apo mund të thuhet, unë do ta çoj buxhetin 5%, por zërat në të cilat atëre kërkoj ndihmë. S'ka asnjë gjë të keqe të kërkosh ndihmë. NATO ka një agjenci të posaçme për prokurimet dhe ti i bën kërkesat operacionale dhe ajo ti prokuron në emrin tënd